Unë e di se asnjë nga ne nuk ka motive të pastra gjithkohën. Unë e di këtë dhe ju e dini këtë. Ka disa raste, dhe më lejoni ta rrëfej për lavdin e Perëndisë dhe për turpin tim, se ka raste kur unë kam dyshime mbi motivet e mia. Ka raste kur unë shkoj tek Perëndia për të hetuar motivet e mia, dhe ndonjëherë lotët e mi komunikojnë me Perëndin më shumë se sa fjalët, duke i komunikuar atij faktin se unë dua që ai të pastrojë motivet e mia. Unë shpesh i thras Perëndisë dhe i them atij: Zot, të lutem, më tregon nëse ka diçka të fshehur në motivet e mia, për të cilën unë nuk jam i ndërgjegjshëm dhe nuk është as pak për lavdin tënde. Zot, të lutem, ose hiqi pa pastërtit, ose më hiq mua, çfarëdo që tjetë, në lutjen time të përditshme, dhe jo vetëm një herë në ditë. Shumë herë, kur jam në kohën private me Perëndin, jam i ndërgjegjshëm për faktin se u shërbej vetëm urdhrave të tij dhe i flas Perëndis për këtë gjatë gjithë kohës. Zot, kur të kesh mbaruar me mua, mos më bëj të ditur vetëm mua, le ta dinë të gjithë. Dhe kështu unë mbaj çdo gjë me dorë të hapur, përfshirë edhe këtë shërbes, në kuptimin e plot të fjalës. Dora ime është e hapur.